deshe ti s'merr leje mua. Unë thjesht po komentoj ato që po shoh këtu, kaq. Që është një gjë e përsëritur. Pse prishesh kështu? Ore kështu e pash unë dhe i besoj asaj që pash dhe e ndava me ty, mbasi ti insistove ta ndaja me ty. Dhe ti e bëre shere Soledad të këtu. Pse mërzitesh tash që kaq shumë? I bë vetit kaq. Pse në fund krejt çka po shen që u mërzite. Në fund krejt. Po sepse më rëndojnë gjithë gjërat që thua. E para, A më rëndojnë mu e klaj? e dyta, ulem atje për respekt të radios, të topit. Më disrespekton, lë intervistën tal. E tuja ta pi përmena, e tuja, të kaj përmeni pak. Mi thuaj ti. Për përmenin, unë po du je inteligente. Mi thuaj ti. Po që kjo është që se du vetëm ku je nga vetë. Dua ti dëgjoj nga ti, dhe pastaj do të konfirmoj. As po bën ti keq përmenin tem. S'po më mëni keq mu. Pse? Pse? Prej rostit. Me rozon. Me rozon. Qa bëra unë për ty para se të vinte rasti? Këtë më thuaj, qa po bëja me ty? Qa bon? Qa po bëja me ty? Ashtu të. Sa herë këm ngula, të ndisha logjikën dhe mos bëja loj, edhe pasaj thash, okej, mirë hajde, po du, varja, le të më gjykojnë. Edhe shpistime po du le të më gjykojnë, po du me e kaluat ko me ty. Dhe e bëra. Qa ndodhe? Ti po e prishesh gjasë. Jo, nuk po e prish shumë, pesar. Po kush janë isi? Nuk po e prish Normal shumë. që tani ti kur janë isë, më thu sene që mu më dhomin, që të qenë vërteta, e dhone zemër të lëndaj. Ti mund të thuash Po e dhone nuk doshe, janë. pa doshe të lëndaj për shpicë, dhe ti po më lëndaj mu. Ti mund të thuash që nuk janë, por për mua, unë e pash kështu. Unë prita dhe e lash kastile të ndodhe situata, për të parë nëse ti do ishe koherent